Prej ditësh, kryeministri Edi Rama është duke u përplasur publikisht me gjyqtarët dhe prokurorët, duke i akuzuar se po kërkojnë rritje pagash. Por a është ky thelbi i çështjes? Në qendër të debatit nuk janë pagat, po mënyra si përllogariten pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Çfarë kërkojnë realisht gjyqtarët? Gjyqtarët janë drejtuar gjykatës kushtetuese me datë 2/12/2025 duke kërkuar shfuqizimin e disa neneve të ligjit 33 të 2023-shit, të cilat e lidhin pagën bazë të gjyqtarëve me pagën e presidentit të Republikës. Kërkesa e tyre nuk është na rrisni rrogat, por kërkesa e tyre është hiqeni presidentin si pikë reference dhe vendosni pagën e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. Pse? Sepse paga e presidentit është më e lartë se ajo e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, por nuk ndryshon me kalimin e viteve. Kjo do të thotë se sa herë që qeveria rrit pagat e administratës, deputetëve apo zyrtarëve të tjerë, gjyqtarët dhe prokurorët nuk përfitojnë. Lidhja me presidentin e bën rrogën e tyre të ngrirë. Pra, gjyqtarët nuk po kërkojnë rritje, por indeksim të ngjashëm me ato të pjesës tjetër të administratës. Po pse kryeministri ka kthyer këtë në një fushat akuza? Në vend që debati të trajtohet si çështje kushtetuese dhe teknike, kryeministri ka zgjedhur gjuhë politike dhe polarizuese, me mesazhin duke nënkuptuar se kush jeni ju që kërkoni më shumë. Po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Kjo gjuhë ka sjellë reagimin e shoqatës kombëtare të gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë dhe të shoqatës së prokurorëve, të cilët kanë denoncuar etiketime, presione publike, gjuhë që minon besimin te drejtësia. Po pse kjo përplasje tani? Kjo përplasje ndodh në kohën kur gjykata kushtetuese pritet të shprehet në këtë çështje dhe paralelisht për çështje të tjera me ndjeshmëri të lartë politike. Kjo e bën të pashmangshme pyetjen retorike, apo e përdor kritikën kryeministri për të ndikuar indirekt apo drejt për drejt mbi drejtësinë?